Se na nuk po ju rikujtojmë qytetarëve të Republikës së Kosovës që Simiqi ka qenë nën kryetari i kuvendit. Nën kryetari i kuvendit, te një kuvendi ku shumicën absolute të deputetëve, një shumicë që asnjëherë asnjë parti shqiptare në historinë e kuvendit të Republikës së Kosovës nuk e ka pas. I kanë pas 58 deputet nëse nuk gaboj në fillim, mandej disa u larguan. Nën kryetar ka qenë Slavko Simić, apo jo? Dhe nuk po e diskutojmë. Na po e harrojmë mëret që Mimoza Kusari si shefe e grupit të këtyne 58 deputetëve është koordinu me Simiqin dhe ka folë në interfon me Radojqiqin. Tash na krejt dojmë i harru këto gjana dhe tash dojmë e dalë edhe me i dëgju atje disa trush për lartë të cilët thojnë LDK-ja është bë bashkë me listën serbe. Nuk e vuju në asa. Jo, ata po thojnë qka po e dune, Ermal. LDK-ja as mesh, as pesh. Ermal. As po dënë me ne, as po dënë me PDK-n. Ermal. Kur pe vesim LDK-n, po thojnë kështu. LDK-ja po dënë edhe me ne, edhe me PDK-n. Gjithçysh me pas PDK-n mrana. Unë sot po të regoj se për mu hiç nuk është më rëndësi se çfarë thot Albin Kurti. Se Albin Kurti në natën në fushat, do më thonë, disa ditë para zgjedhjeve, ka thonë, neve koalicioni me LDK-n në ka zgjat 55 dit. Edhe ka bo be që tash me bo koalicion me ta nuk në zgjat as 50 orë. A ka thonë qështu? 5 orë. Edhe, do me thonë, a ka thonë qështu? Kështu që unë se qëfar thot Albin Kurti për LDK-n, hiç nuk e kam problem. 456. Hiç nuk e kam problem. Mirë po. E qëj për çdo ditë këto. 456. Hiç më se lësho se besoj që krejt e di. E kom këto. Ja, me 5 shkurt, me 9 shkurt kanë qenë zgjedhjet. Me 5 shkurt 2025. Na e kena provu koalicionin me ta. 51 dit na ka zgjot. O, për zotin që dash as 5 orë nuk mundet me zgjot. Kështu që na zbojmë koalicion me ta. Na kemi koalicion me njëri tjetrin edhe me popullin. Jam përpjekur shumë që ta shkëpus LDK-n nga PDK-ja. Në vitin 2020 ja arritëm, por vetëm për 51 dit. E provuam përsëri me leadershipin e ri të LDK-s, por pa sukses. E vetëm një mënyrë se si LDK pranonte të bëjë pjesë e qeverisë me ne, ishte që edhe PDK-ja të jetë aty brenda. Për neve kjo është e papranueshme sepse e dëmshme. E thash edhe njerë që nuk është e rëndësishme se çfarë fol Albin Kurti, dhe Albin Kurti mundet me pas iluzion, po asnjëherë nuk mundet me fol si kryetar. Është e rëndësishme se i ka fitu hiç më pak se 42%. Ma shumë se Ibrahim Rugova. Megjithatë, ka ra 17.56%. Ka ra për 4 vjet. Do më thonë, duke pasur një pushtet absolut, ka ra 17.56% apo 9% në rezultat. Dhe kjo nuk është një ramje vogël. Dhe... Ajin cila ka qenë fjallë më e përdurë në qëti intervist. Dhe për mu... Albin Kurti. Dhe për mu, pikërisht, unë e krejt luftën me Albin Kurti në kam. Me asë një tjetër. Pra ndaj është i rëndësishëm. Po tregoj. Edhe është i rëndësishme që ka të mirë po, qëfar folë Albin Kurti për LDK-n, për mu nuk është e rëndësishme, sepse unë veprimet e mia politike dhe lidhja demokratike e Kosovës, veprimet e saj politike, nuk i ban në bazë të agjendës Albin Kurtit. Nuk shkputemi ne, as nuk bashkohemi me askënd pse këtë e dëshiron Albin Kurti. A u bashkut në Prizren? A u bashkut në Mitrovica? Pse këtë e dëshiron? Zgjedhjet lokale janë komplet diçka tjetër. Pse? Do më thonë, sepse janë politika lokale. Zgjedhjet lokale, kemi thonë sa herë, në të gjitha partit politike. Në rastin e Gjofës nuk janë politika lokale. Në rastin e Fatën Pecit dhe në rastin e Artan Abrashit atje, nuk janë politika lokale. Çka është kjo? Janë politika lokale. Nëse janë politika lokale, pse për Xhafer Tahirin nuk janë politika lokale? Janë, dëgjoj, janë edhe për Xhafer Tahirin janë politika lokale, sepse ka mendu për degën e vetë dhe ka mendu, do më thonë, për komunën e vetë. Për shatë janë politika lokale. Kryetari degës ka vendosë me shku me vetë vendosin. Po dhe, pra atë po them që janë politika lokale. Po i thatë ju. Po dëgjoj, Ermal, ajo që ka dashta me tregu saj për këtë listës serbe, dashta me ta përkujtu edhe një herë,
që Adem Hoxha, duke qenë antar i listës serbe, ka ardhur dhe ka votu Vjosa Osmani në vitin 2021, po, për mja bo votat. Mos t'i harrojmë na këto gjana, bre. Mos t'i harrojmë këto gjana. Arsyeja pse lidhja demokratike e Kosovës në këtë moment, sa i përket votave të opozitës, na e kemi thënë sepse na kemi bisedu me grupet parlamentare dhe kemi pa votën e kujt e kemë dhe votën e